Ndjesën publike që pa të kërkuar, zotin Drenika, shpet e keqarën për rolin që komedia kështë pasur në fatin tragjik që shoqoi pastaj Zojnë Heria dhe Shiten. Pra është plotësisht e vërtet kjo, vetëm nga kjo komedi ata u internuan? Po, sepse janë... U kujtua sistemin 48-ën që nga familja e ish prefektit? Po, në vitin 24, kur komunistët erdhën në pushtet, sigurisht, si që bënë me shumë familje, vetëm me familjen tonë, fillimisht kaluan në procesin e shpronësimit, pra të shpronësimit pothuajse total të familjeve tona, duke lejuar vetëm qëndrimin në një pjesë të shtëpive që qoftë gjyshim, qoftë edhe familja qezimit dispononte. Pastaj, me shfaqjen e komedis në dhjetor të vitit 1948 nga Teatri Popullor, jo rasisht një javë mbas shfaqjes komedis edhe pra bashortja e qezimit, Zoja Heria dhe i biri, djali vetëm Reshiti, pra dërgohen jo në një kamp të çfarë doshëm, por në kampin e meshëm të Tepelenës. Dhe madje për të vërtetës, Reshiti ka qenë ndër dëshmitarët e parë që ka folur për kushtet e të meshme të jetesës në atë kamp. Unë jam vetë dëshmitar, kam dëgjuar si dëshmitar okular kur thoshte që